Isha kufizu në këtë temë generale që po bëjmë, kemi shumë vajza, na edhe kolege kemi në televizion, që vinë shqiptar nga Presheva, nga Medvegja, që studiojnë, martohen, bëhen nëna me bashkëshortet e tyre kosovarë dhe që përballen me këto vështirësi. A ka ndonjë metodë lehtësuese për këtë raste, Bubullin? Fillimisht, po, tashmë me ligjin e ri, po thuj se janë lehtësu procedurat, mirë, po zakonisht qytetarë që po shfaqen, do me thonë, po hasen këto lloj vështërsish, po janë gjithmonë te gabimet të cilat po janë në certifikatat fillimisht të lindjes. Nëse merr qytetari një certifikat lindjes, siç e cek edhe te nga shteti i Maqedonisë, atje i kemi edhe disa shkronja që kanë alfabetin ndryshe, te ne po të përkthehet në gjuhën shqipe është ndryshe, mandej komisioni i cili po i shqyrton vetë këto procedura, këto kërkesa, atëherë po e sheh këtë dallimin edhe thotë që nuk ka përputhje të dhënave personale të personit, sepse del që personi ndryshe me një mbiemër ose emër në shtetin ku jeton dhe vepron, ndryshe në Republikën e Kosovës. Për një shkronjë, andaj po e gjitha i mundi, e gjitha ajo sakrifica, po vjen deri tek për shembull tek refuzimi i shtetësisë së Republikës së Kosovës.